Gurbeti nuk është jetë. Është një luftë e heshtur që të djeg shpirtin çdo ditë. Shumë mendojnë se jashtë është parajs, por kush e ka provuar e di. Është plagë që nuk shërohet lehtë. E nisesh me ëndra të mëdha, me shpresë për një të ardhme më të mirë. Por sapo zbret në dhe të huaj, kupton se ke lënë pas gjithçka që të jep kuptim nënën që pret. Baban që rudhë duke pritur një telefonat. Fëmijët që rriten pa ty. Netët bëhen të gjata, ditët të ftohta. Dhe parat që fiton nuk mbushin boshllokun në zemër. Në çdo kafshat bukë që ha, të mungon shija e sofrës së shtëpisë. Në çdo gëzim mungon familja. Dhe pastaj vjen dita kur pendohesh. Pse lash gjithçka për një gurbet që të merr më shumë se të jep? Jeta në gurbet është një shkollë e dhimbshme. Të mëson të vlerësosh çdo buzëqeshje të nënës, çdo këshill të babait, çdo përqafim të fëmijëve. Por, fatkeqësisht, shpesh e kupton këtë shumë vonë. Mos harroni. Paraja nuk ka vlerë kur zemra është bosh. Pasuria nuk ka kuptim ku mungon dashuria e familjes. Dhe gurbeti, sado që të jap, gjithmonë merr më shumë.